Një grup të rinj të Forumit Rinor të Partisë Demokratike, të mbështetur edhe nga deputetë të Partisë Demokratike, kanë protestuar sërish përpara selisë së kuvendit duke kërkuar dorëheqjen e kryeparlamentarit Ilir Meta për çështjen Doshi. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Arben Ristani, duke cilësuar ngjarjen si më të rëndën e këtyre 25 viteve, tha se Ilir Meta është i pari që ka urdhëruar vrasjen e 2 deputetëve Doshi e Fufi dhe për këtë duhet të dorëhiqet dhe t'i dorëzohet drejtësisë. Ai u bëri thirrje qytetarëve në gjithë vendin që t'i bashkohen protestës së opozitës ditën e njëjtë. Kemi sot një kryetar parlamenti i akuzuar se ka dashur të vrasë 2 deputet të parlamentit. Akuza është monstruoze, është shumë e keqe dhe ai duhet t'japi patjetër dorëheqje në mënyrë që t'i hapi rrugën drejtësisë për të hetuar si të gjithë qytetarët e këtij vendi pa i bërë presion drejtësisë. Të gjithë ju, bashkë me shokët e shoqet tuaja, bashkë me familjarët tuaj, të ente në protestë të gjithë bashkë. Protesta e të rinjve i paraprind tubimit të ditës së njëjtë të paralajmëruar nga opozita, ndërsa drejtues të Partisë Demokratike janë shprehur se nuk mbajnë përgjegjësi për revoltën e popullit. Kjo është protesta e dytë kundër Ilir Metës, e para zhvilluar më 21 janar të 2011 nga opozita e atëhershme e drejtuar nga Partia Socialiste, lidhur me videoskandalin e 700.000 eurove.